Çfarë bën tjetër pankreasi? Edhe një herë tjetër. Këtu është zona epigastrit, pra në zonën e mesme, ku mbaron diafragma, është krurisi diafragmatik dhe poshtë diafragmës zakonisht ndodhet pjesa e pankreasit. Këtu është diafragma. Në zonën e anës së majt ne kemi stomakun. Pra stomaku është zakonisht arrin dhe në pjesën e mesme, ndërsa në anën e djathtë ne kemi mëlçin. Pra ana e djathtë është e përbërë nga pjesa e mëlçisë, ana e majt e cila arrin dhe në pjesën e qendrës është stomaku dhe në anën e majt është shprecka. Pra, ku ka mundorë në shprecka, në anën e djathtë është mëlçia. Në pjesën e mesme është stomaku. Ndërsa koka e pankreasit është në qendër. Pra, pankreasi është një organ i cili pozicionohet në pjesën më të madhe të tij në qendër, sepse është pozicionohet ndërmjet zonës së epigastrit, pjesa e bishtit t'i arrin me shpreckën, pra pjesa e bishtit t'i ka raport me lienin që është shpretka, dhe me pjesën e fleksurës, sinistër kolike. Fleksura sinistre kolike do të thotë që ka dhe raport me pjesën e anës së majt të zorës së trash. Edhe një herë tjetër, kjo është shumë e rëndësishme. Nëse keni dhe ndonjë dhimbje e cila mund të përshkojë dhe pjesën e pasme të shpinës, duhet keni kujdes nga ndonjë informacion ose nga ndonjë sinjal i pankreasit. Pra, pankreasi ka raport me shpretkën, por ka dhe raport me pjesën e fleksurës kolike sinistër, që është ana e majt e zorës së trash. Ja ku është fleksura kolike sinistër, këtu është bishti pankreasit, që bishti pankreasit merr pjesë në prodhimin e insulinës, merr pjesë në prodhimin e glukagonit, merr pjesë në prodhimin e hormoneve, që këto derdhen në gjak. Kjo është pjesa e zorës trash, që quhet ndryshe si dhe kolonit transvers, kolonit descendent, pjesa sigmoide, pjesa e kolonit ose e regionit të rektumit dhe pjesa e kanalit anal. Pra, zona e kolonit descendent, sigma, koloni ose pjesa e kolonit rektal dhe pjesa e kanalit anal. Fleksura kolike sinistër, koloni transvers, fleksura kolike dextër, pjesa e cekumit dhe pjesa e kolonit ascendent. Raporti i pankreasit me zorën e trash edhe me shpreckën. Duhet të bëjmë kujdes nga ky organ. Alkooli njërë është armiku numër 1 i pankreasit, ushqimet e skuqura, ushqimet pas orës 8 ose 9, janë të rrezikshme për pankreasin. Sikur ta dinim se çfarë funksione ka pankreasi, pra unë mua thash edhe një herë tjetër që libri 3 do të jetë vetëm për pankreasin, do t'i kushtohet botës misterioze, botës emocionale të pankreasit, por me kujdes sepse e kemi neglizhuar, ja kemi bërë, është një fjalë figurative që e kemi bërë një syqor dhe një vesh shurdh prezencën e tij. Pra e kemi neglizhuar sepse kemi një organ në trupin tonë. Dhe madje mua më kanë thënë shumë njerëz që pse nuk bën një emision për pankreasin dhe për pankreasin. Unë tani po u them funksione dhe rëndësinë jetike, që nëse dëmtohet ky, ne mund të rrezikohemi nga kanceri, ne mund të rrezikohemi nga probleme ndryshme autoimune, ne mund të rrezikohemi nga pankreatiti. Nëse preket pankreasi, jeta jonë është me të vërtet në rrezik, prandaj alkooli pihet me gaz. Ushqimet industriale të paketuara, salçiçet, sallami, ushqimet cilat janë me atë xhelin ose ushqimet cilat janë me ato të sheqerosura, janë me të vërtet toksike. Këto haribot ose këto cigaret elektronike, duhet bëjmë kujdes, chipsat, moltot, kujdes për pankreasin. Pankreasi nuk ka shenja. Pankreasi kur bëhet problem, nuk ka asnjë shenjë, vetëm kur shikohet një formacion i dyshimt në skaner abdominal. Sepse ne themi që kam një dhimbje e cila mund të shkojë në anën e djathtë, dhimbje e cila mund të shkojë në anën e majt, dhimbje e cila mund të shkojë dhe në pjesën e zonës së shpinës, jo në pjesën fondore të shpinës, por shkon në pjesën e zonës së mesme të shpinës. Do thoni unë si kam mundësi që kam bërë analiza, ekzaminime, por nuk del asgjë. Pra kujdes pankreasin, alkooli, ushqimet e mbyllura, të industrializuara, të paketuara, ushqimet cilat janë të marketit, kujdes, pagjumësia, alkooli, duhani, kujdes, ushqimet e mbyllura, ushqimet cilat ka nivelet larta të monosodium glutamatit, emulsifikator, ëmbëlsues artificial, ushqimet cilat janë të pasura dhe me substanca toksike dhe kimikate të ndryshme, nitrati, nitrozamina, alkooli cili konvertohet në acetaldehid dhe në pas me anë të një enzimi
enzimi e cila quhet aldehide hidrogenaz konvertohet në aldehid dhe pas anë të një enzimi tjetër i cila quhet alkoolde hidrogenaz konvertohet në acetat. Këto ushqime të cilat kush e di se me çfarë vaj janë bërë, me vajra të hidrogenizuar, janë rrezik potencial për funksionet enzimatike dhe për funksionet hormonale të pankreasit, sepse pankreasi është egzokrin në pjesën më të madhe të tij dhe endokrin. Pjesa endokrine përbën shumë pak, afërsisht 2%. Pjesa endokrine përbëhet me prodhimin e insulinës, që insulina fut glukozën në gjak, pra fut glukozën në qarkullimin portal, që e dërgon pastaj në mëlçi, ose për depozita që konvertohet në glikogen, ose këtë glukozë e dërgon në ind, që glukoza me anë të glikolizës shpërbëhet deri në karbon dioksid, më pas në ujë dhe më pas në ATP, që është adenozin trifosfati, ose kjo glukozë edhe një herë tjetër depozitohet në glikogen, që është një varg polimerik glucidik i gjatë. Pra varg polimerësh i cili përbëhet nga glukoza, që është sheqerim i thjesht dhe përbëhet nga 6 atome karboni. Këto ushqime të shu janë rrezik potencial për pankreasin, sepse kanë salca të cilat janë me substancat ndryshme kimike, sallami, prosciutat që janë të dëmshme dhe për trurin e fëmijëve, por dhe për funksionet e enzimave të pankreasit. Alkooli, këto ushqime, pra i tham. Çfarë funksionesh bëndet tjetër pankreasi? Kalojmë pak tek imazhet, sepse duhet të dimë se çfarë bën pankreasi që ta mbrojmë. Për mendimin tim, pankreasi është ai organ që këto ushqime i përpunon, i dërgon në mëlçi dhe mëlçia me anë të qarkullimit venoz, pra nga vena hepatike i dërgon në venën qendrore dhe më pas i derdh në vena cava inferior, nga vena cava inferior këto shkojnë drejt dhomave të zemrës. Tani pankreasi këtu, duke qenë se prodhon enzimat prodhojnë nga koka e pankreasit. Ato derdhen në duktusin e virsungut, pra në disa kanale. Enzimat prodhojnë nga qelizat acinare dhe qelizat acinare i sekretojnë këto enzima në kanalin e virsungut. Kanali virsungut i ku është dhe derdhe në pjesën e një regioni cili quhet papila vater. Por nëse ky pankreas ka lëndë, ka substanca, ka metabolit inflamator, mund të pësoj problematik. Madje konsumimi i alkoolit sjell edhe problem të gurve në tëmth, të cilat ne i quajmë një term i cili emërtohet kolelolitiaz ose formimi i gurve në tëmth, mund të sjelli problematika dhe të një pankreatiti akut, sepse nga papila vater ato shkojnë drejt kanaleve pankreatike të cilat janë të veshura nga epiteli dhe mund të krijojë një problematik këtu aq shumë fulminant, saqë ky pankreas mund të krijojë pankreatit. Prandaj kujdes, kjo është papila vater. Ky është një kanal këtu që nëse bllokohet nga gurët që mund të formojë tëmthi, që tëmthi nuk formon vetë gurë. Gurët në tëmth formohen nga toksinat në mëlçi dhe në zor, nga dispioza, nga dëmtimi i envoplakinave, desmogleinave, periplakinave, desmozomeve, lidhjeve ndërcelulare, ting junctionave, nga acidi kloridrik i varfër, nga çrregullimi i pompave ATP hidrogen, nga çrregullimi i një enzimi i cila quhet anhidraza karbonike, nga çrregullimi i një enzime tjetër e cila ajo është shumë jetike e cila quhet pepsin dhe forma jo aktive e cila quhet pepsinogen. Prandaj kujdes, sepse alkooli formon gurë në tëmth, gurët në tëmth mund bllokojnë rrugët pankreatike. Prandaj jo alkool, jo ushqime të skuqura. Dhe pankreasi prodhon shumë enzima. Prodhon lipazën, prodhon kolipazën, glicerolesteridrolazën, fosfolipazën, prodhon të enzimën e cila ul dhe stabilizon presionin arterial, e cila quhet prej kalikrein ose kalikrein, që kalikreina bën të mundur konvertimin e kininogenit në bradikinin, kolipaza e cila lidh yndyrnat me micelen ose me lëngjet biliare, prodhon përsëri një enzim tjetër e cila konverton ose zbërthen karbohidratet në oligosakaride, e cila quhet amilaz, që amilaza sekretohet dhe në pjesën e gjendrave salivare, por pankreasi ka shumë detyra jetike. Merr pjesë në coptimin e yndyrnave, në zbërthimin e molekulave të sheqerit, në përthithjen e yndyrës. Merr pjesë dhe në përthithjen e disa elementeve jetike të B12-s, të B1-shit, sepse thuhet se prodhon dhe disa substanca, të cilat quhen tanazat intestinale. Pa pankreas nuk ka sistemi imunitar të shëndetshëm. Madje cilat janë ato ushqimet që janë të shëndetshme për pankreasin. Hudhra brokoli. Hudhra është shumë e rëndësishme për pankreasin. Hudhra përmban lëndë flavonoid jetik për pankreasin.
ndërsa brokoli përmban sulforafan. Sulforafani është me të vërtet shumë antioksidant i lartë, përmban vitaminë C, përmban mangan, përmban nivelet larta dhe një lëndë ose një molekule e cila quhet fisetin, luteolin, tricetinat, kuarcetin 3 rutinozit, përmban disa lëndë cila quhen kuarcetin trimetil kuarcetinat ose dihidrokuarcetinat, përmban fisetinat, përmban tamariksetinat, ndërsa hudhra përmban disa lëndë të cilat reduktojnë inflamacionin, izoalinat, cikloalinat, alisinat. Hudhra fal alisinës që ka redukton inflamacionin, redukton parazitët, madje dhe parazitët në murin e zorës holl dëmtojnë enzimat e pankreasit sepse sekretojnë substanca toksike, është limoni, është avokadua, është speca, është molla, është boronicat, avokadua, vaj ullirit, repat janë jetike për pankreasin, uthulla e mollës,